U den keq në muajin e mjaltit, të nesërmen morën vesh lajmin që i la gojë hapur. Një ngjarje e pabesueshme i ka ndodhur një çifti të posamartuar në Sri Lanka. 33 vjeçaret Gina Lois dhe Mark Lee nga Britania e Madhe kishin pirë 12 gota rum në momentin që kanë firmosur kontratën. Çifti pas e hotelit po i mbaronte kontrata e përdorimit, ndaj vendosi që ta blinte biznesin për 3 vite. Kostaja për këto vite ishte prej gati $40,000 në total. Çifti firmosi dokumentat edhe pse çdo gjë u zhvillua në një gjuhë që nuk e merrnin vesh, por për momentin që u doli pija, i zuri paniku për atë që kishin marrë përsipër. Pasiguria ishte më e madhe kur mësuan se vajza ishte shtatzën dhe parat mund të kishin shpenzuar ndryshe. Mediat e huaja shkruajnë se Gina dhe Mark e hapën hotelin. Madje ata i bën edhe $8,000 parime dhe janë shprehur se puna po ecën mirë. Familjarët dhe miqtë tanë mendojnë se ne jemi idiot dhe se nuk duhet ta kishim bërë një gjë të tillë. Morëm ca borxhe për dasmën dhe jetojmë në një shtëpi të vogël. E tani jemi duke pritur dhe një fëmijë, kanë thënë ata. Martesa mund të jetë dita më e veçantë për shumë kënd, ama atë ditë mos e teproni me pijen, pasi të nesërmen mund të prisni çuditëra. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.